e fundit, banorët e fshatit Velagosh në bashkinë Kuçov kanë kërkuar investime për shtrimin me asfalt të rrugës që lidh fshatin me qendrën e bashkisë. Ata kanë zhvilluar disa mini protesta para institucionit të bashkisë Kuçov, duke kërkuar gjithashtu ndriçim dhe kanalizime. Kamera e televizionit Apollon vizitoi për herë të parë këtë rrugë, ku shumë familje janë larguar që nga vitet 90 dhe sot në fshat jeton vetëm një numër i vogël banorësh. Rruga gjarpëron mes kodrinave dhe është ndërtuar gjatë sistemit socialist, duke ofruar një peizazh piktoresk me plantacione ullinj. Të pakët banorë të përhershëm merren kryesisht me bujqësi dhe mirëmbajnë rrugën së bashku me drejtorinë e bashkisë, e cila mbulon me stabilizant nën kujdesin e posaçëm të kryebashkiakut të Kuçovës, zoti Kreshnik Hajdari. Vitet e fundit, ai ka transformuar dukshëm bashkinë Kuçov, duke u fokusuar në projekte madhore të miratuara nga Këshilli Bashkiak, si dhe në ato të financuara nga qeveria shqiptare. Për shkak se fondet e mbledhura nga taksat vendore nuk mjaftojnë për të ndërtuar të gjitha rrugët në një kohë të shkurtër, rruga e Velagoshtit mbetet ende në pritje të një investimi të madh. Ndërtimi i rrugës së Velagoshtit, i cili përshkon kodrinat e zonës, është cilësuar si një projekt i rëndësishëm dhe pritet të realizohet me fonde shtetërore deri në vitin 2026 me një gjatësi prej 2 kilometër. Deri atëherë, rruga do të mbahet me stabilizant, ndërsa bashkia Kuçov vazhdon të dëgjojë shqetësimet e banorëve. Aktualisht, qyteti i Kuçovës ka rreth 25 kilometër rrugë të ndërtuara, si në zonën qendrore ashtu edhe në periferi, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës për të gjithë komunitetin.